Qytetarët e Vlorës dhe jo vetëm, të cilët kërkojnë drejtësi, kalojnë në një kalvar peripecish me procese gjyqësore të cilat zjaten ndër vite dhe sigurisht kanë më tepër kosto. Te zgjatja e proceseve gjyqësore pranohet edhe nga vetë avokatët që kanë ndikim negativ tek qytetarët, duke bërë që të shtohen dhe agravohen edhe më tej konfliktet mes palëve. Për avokaten Elona Mone, çështjet më sensitive janë divorcet, ku zvarritja e proceseve gjyqësore bën që pasojat i vuajnë jo vetëm çiftet, por mbi të gjitha fëmijët e vegjël. Sipas Mones, te zgjatja e proceseve bën që qytetarët mos t'i gëzojnë edhe pronat e tyre. Po sigurisht, sepse po të flasim për çështjet familjare, një nga elementet që dhunohet në thonjza apo që le të themi ndikon jashtëzakonisht është mirëqenia e palëve dhe fëmijëve kur ka fëmijë të mitur divorci, duke u shtyrë dhe duke u zvarritur sa më shumë edhe konfliktet acarohen më tepër, kështu që ndikon absolutisht. Pastaj te çështja e pronësisë, edhe aty ne e dim që tani shqiptari për atë çështjen e pronësisë është gjatë gjithë kohës i vëmendshëm për ta marrë sa më shpejt. Dhe kjo në momentin që zgjaten seancat ndikon sepse ai person që është nisur për ta çelur për ta çelur procesin dhe për të fituar drejtën e pronës, për shkak të proceseve të stërgjatura nuk arrin dot ta çojë deri në fund dhe ngelet pastaj që trashëgimtarët të merren me këto procese. Te çështjet penale pastaj është më ndryshe sepse çështjet penale kanë afate më të prera. Këto ndikojnë kur zgjaten këto afate, ndikojnë normalisht tek sa i përket procedurës që ndjek gjykata, sepse janë të detyruar që të zgjaten afatet e paraburgimit apo të pezullohen ato në momente të ndryshme, por në parim zgjatja e afateve lidhur me ndjekjen e seancave gjyqësore nuk është një element pozitiv. Avokate Elona Mone konfirmon gjithashtu se te zgjatja në kohë e proceseve gjyqësore bën që të lindin edhe konflikte të reja, me përfshirjen e të tjera palëve. Kjo gjë ka bërë që shumë persona, për shkak të konflikteve në çift apo edhe të pronësisë, të kërkojnë urdhër mbrojtje, duke shtuar së tepërmi edhe numrin e atyre të lëshuar tashmë. Patjetër që sjell konflikte të reja sepse ka një pasojë çdo veprim i pa kryer. Për shembull, në rast të divorceve, ne kemi pasur konflikte të reja që rrjedhin janë urdhrat e mbrojtjes. Dhe konflikti acarohet aq shumë sa që janë të detyruar palët që të kërkojnë një urdhër mbrojtje me qëllim për të qenë në distancë nga njëri tjetri derisa të zgjidhet martesa. Te konfliktet e pronësisë pastaj normalisht rrjedhin problematika të tjera që kanë të bëjnë edhe me marrjen e provave në institucione. Institucionet i vonojnë këto prova, ne kemi hipotekën që edhe sot është një problem shumë i madh në marrjen e informacionit apo dokumentacionit ligjor. Kështu që janë probleme sa të pleksura me njëra tjetrën, po ashtu probleme që prodhohen nga njëra tjetra. Nga ana tjetër, Mone denoncon edhe faktin që është një trend në rritje edhe kërkimi i urdhrave të mbrojtjes, kur nuk ka abuzim dhe kursesi përse të jepet një i tillë. Urdhrat e mbrojtjes kërkohen të përfitohen sipas avokate Mones për përfshirjen e tyre në proceset e tjera gjyqësore për të sjellë më pas përfitime për palët e përfshira. Në 90% të rasteve, urdhrat e mbrojtjes jepen nga gjykata, zbatohen në mënyrë shumë rigoroze, me sa kam informacion, por doja edhe të thoja që ka një abuzim të kërkesës për urdhër mbrojtje, sepse po shohim një trend për të kërkuar urdhra mbrojtje dhe atyre kur nuk duhet ose kur nuk ka vend për urdhër mbrojtje. Pra, kemi raste që nuk ka dhënë psikologjike, nuk ka as dhënë fizike, po për arsye të tjera që pala tenton më tej për një lëshim autorizimi për jashtëtetit me fëmijë të mitur apo një çështje pronësie etj, mundohet që të shfrytëzojë këtë lloj mekanizmi që ka ligji me qëllim që t'i shërbejë në një proces tjetër gjyqësor. Gjykata me të drejtë, duke qenë se kemi pasur raste ekstreme lidhur me dhunën në familje, është e detyruar dhe në këndvështrim dhe të provave që t'i japi her pas here këto vendime për lëshimin e urdhrit të mbrojtjes. Megjithatë, është bërë paksa abuzive si kërkesë.